që 3 vite është edhe që është rro. Allah që i thonë një fjallë me një muqita, për një shpit paktën. Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit të Harruarit. Jemi tek familja Buliqi në Stanovës të Vushtrisë. Një familje e cila jeton në kushte jo të mira, materiale dhe shëndetësore. Kjo familje është 6 anëtarësh dhe mesin e tyre ka një nanë të smur invalid, e cila është e palezvishme sot 3 vite. E ka një djalë dhe një nanë e cila ata janë gjendje të jo të mirë shëndetësore dhe 2 fëmijë të vogël të cilët ka nevojë që të rriten shëndetshëm. Familja që shpeshohemi dhe do ta shohemi edhe brenda, që edhe na kanë lajmëruar, nuk e ka gjendje të mirë dhe ka nevojë që të kenë për nevoja materiale dhe të kenë për një ndërtim të një shtëpie, e cila kjo shtëpi thuhet se i ka mbi 40 vite që është marrë dhe është në prag që të ndoshta nesër mund të tërëzohet. Pra neve se po him brenda dhe ta shohemi nga afër se si ata jetojnë dhe si e bëjnë jetën në këtë shtëpi. Kjo familje, përveç tornave të tyre jo të mira, e kanë edhe një nanë që është e smur, e cila vuan nga smundja harresës dhe është e shtrirë dhe është e palevishme dhe familjarët janë për kujdesit saj, me ilaçe, me smundjen e tyre, me hjekat e tyre. Dhe ne nga këtu ndusim çdo kush që ka mundësi që ta ndihmoj këtë familje, të gjinet pranë dhe mendimin e Zotit ka ta kenë ma lehtë jetesën e tyre. Domethënë jemi një familje 6 anëtarësh, ku kemi edhe 2 fëmijë të vogël, të cilët për momentin nuk janë këtu, janë në shkollë. Dhe është e bija e Ajshës që është e martuar dhe vjen shpeshherë që ta gjej kohën e saj pranë nanës së saj. Dhe mundohet që të gjinet pranë çdo herë dhe për nevojat e saj personale dhe të ajo që të kalojë sa më mirë. Pra, nana juve është në këtë gjendje që sa vite? Që 3 vite. Që 3 vite. Qysh është gjendja e saj? Gjendja e saj është edhe nuk i njeh familjar të saj, edhe është që ka i herë edhe kështu bjen. A eca? Jo. Veç për krash ka i herë, shumë pak. Ama e në shojnë tani kam se s'munët, edhe po duhet tani kësona me krejt me pampersa, me krejt me abli, qatë ka nevojnë, me terapia, me krejt. Edhe është qëllimi që këta ka nevojë edhe për një shtëpi, se që shpeshe një edhe vetë ka vlog. Fëmija vlogët s'muhen shumë shpesh, vlogët së një del edhin se është edhe ai vetë është i smut. Për qëta, këta ka nevojë edhe për një shtëpi, kanë edhe nevojë edhe për tjera sene, po ma shumë edhe për një shtëpi. Edhe është qëllimi që kanë nevojë për shumë sene këta. Edhe në veç një mujnë qështu njerëzit se nuk kanë torna, me një pension të nonës, edhe vllohë qështu qatë mundet me punu ka pak. Saj nuk është edhe për me punu shumë. Se ja fillon me punu, po du të me lënë punën gjysë, është me unoza, bruhin edhe gurt në vesh kiko. E shumë pak mundet me punuaj. Nona ju do më thonë është që 3 vite në qëtë gjendje që është ratë në qëtë. Ka fillu edhe ma heret, po që 3 vite është edhe në që është ratë. Se kja ka fillu edhe ma heret, edhe me harrue, me qëtu sene, po ta është jo me me pampersa e ratë qështu, që shpeshen ju edhe vetë. Qëshje? Ha? Në këtë familje thamë që jeton do më thonë 6 anëtarësh, nana juve, edhe 2 fëmijë të vogël që janë fëmija e vllaut, të cilët do më thonë edhe ata kanë nevojë për gjana të tyre dhe materiale dhe personale. Përveç kësojna ilaçet edhe këto ndihmat, ka dikush që kanë ndihmuar prej komunës apo prej shoqatave ndryshme me gjana të tjera që kanë? Komuna ka pak, i kanë ndihmuar ma shumë kështu njerëzit edhe po, shiko vullnetin e mirë edhe në qështu se jo kështu. Komuna jo fort. A keni bu apel në komunë të më thonë për
Kam bo, po s'ka pos. Për me marru një shtëpi për... Kam bo e. Qa kanë thonë çfarë përgjigje? Të shohëm veç është të kanë largu edhe veç me i largu për i viti. Se ju. Tornat, qysh ja dilni me torna? Qysh ja dalë ke familje? Se ju jeni shpesh herë që vjeni këtu dhe rëni edhe mbikëqyrni, do më thonë, edhe ndihmoni gruz vllaut që me këshyrë dhe me konë sa ma ofër nanës ju. Qysh për ja dilni për anës, qysh ja delë ke familje për anës materiale dhe për me ble dhe pampersat dhe me ble teshat dhe për gjana tjera? Për gjona, vëllaj, qështu veç të një muë... Njëni tjetër të edhe herë bijat, herë qështu. Ka pak. Qysh për ty si një qik që e shenon e ju, që gjendje dhe që vjen shpesh, qysh... Shumë është e romë, shumë. Shumë është e romë. Sa herë vjen këtu? Vëllaj, bën vakia ka 2 herë njoftë, edhe për me orë me një muë dhe kunatës, e qata. Se jam pak me lirë tashti e vije edhin pak ma shpesh se me kum pas vjerën po më kanë ndru jetë e tashti jam me lirë se ato e kum pas paralizune e palevezsh me kum pas kur vesha që shtu e marsha me veti për me edhin me kum pak me lirë po edhin diqysh edhin unë vike keq se ngosht e sene e qatë edhin për mësë me i bo dhe këta të loshe, po tani pa thonë vlo dhe kunota mere mëse le, edhe tani pa tani vazhdimisht marsha. Zotë ta lehtësoft e Amin, inshallah, amin. Ja, sidomos për nanën a atina që s'mujna me adhon hokën. Jo, kur heq, sidomos s'mutit kur hokesh së një del. Po, në mundësi tona sa të mundëm, kena më mundoft për çdo sen. Çfarë kërkesë kështu primare e keni për juve dhe nanën e juve dhe këtë familje kështu si... Këta ka nevoj për një shpi mas shumë ti ka nevoj se që kanë vloge, kanë sene që që dhe këtu ku... Të qashtë tani në fund i merë dhe ponit ka mirë. Që mas shumë ti për një shpi ka nevoj këta, për një shpi. Se ka dhe sene tjera, mas shumë ti është nevoja për një shpi. Që ato është mas shumë ti, që aja me... Inshallah do Zoti për krejt edhe për këta. Amen, inshallah. Unë jam që është tash punota Ajshës, Ajshë Buliqit. Kjo po dihet gjendja kësaj ka 3 vjetë që është, dhe me thonë, me terapia, me pampersa, po shive dhe gjendja shtëpis, këto jeton vetë i gjashti, plus a i vinë edhe neve, bijat, vinë bijat, si ka 2. Edhe une që jam ngryja vëllajt sajt, rrina, ka rasi që vina edhe në 12 notës, që të se na kërkëm në 12 notës vina. Ka rasi që nuk na man men heq, ka rasi që ja bidhe qikën për shkollës, se pa e kërkan qikën time, po i kërkan fmit e mija, edhe që i man me paka shumë se ka në emrin e babës, edhe të vëllajt këtyne. Po puna ma e madhe, problemi ma i madhe ta ka nevoj për i shpi. Fëmijët tonë ku po i bina këto për nas mua, se po shifet lakështina gjithkon. Të me thonë, djali madhë që jeton me këta po punon, ka je po punon, ka je s'po punon, se me unozot, me sanët. Po ma problemi e kina këtë që është. Do thonë ju nuk jetoni këtë shtëpi dhe jetoni në shtëpi tjetër dhe veç vini për ne vina për Brezhnicë, vina këto, rrina. Po, për mi ndimu... Për mi ndimu, për mi nejtë godi, ka nevoj diçka. Merë na mundësive, dhe tash, sa ti kina mundësit. Vjen bia, mledhna, e shofim që nuk o mirë, rrina me tutë. O mirë, po gëzona, po mënona me nëzirë ka i ka pas rast në mere që ka dashur vetë ka ecë dhe nuk e ka ditë ku është ku para 3 viteve dhe më Po, ka pas rast e ka në Brezhnicë vjen, ka pas ardhë vetë në kom, ka hup, se ka ditë shpi nevoj, i na dal, e kina kërku, kina dal, e kina mërë. Tash i ka 3 vite, dhe më thonë që kjo është shtritës dhe është me pampersa, dhe që kujdesen familjartë. Kujdesen, kokrën, mësë mja dhënë kokrën të melon, me i pas kom të kimunet me hik. Dhe më thonë, këtu do me na gjithësysh një njeri këtu duhet një njeri non-stop. Sidomos gru non-stop duhet me nejtë të, qoftë edhe djemë të vetë, duhet me nejtë, dikër shtu i krytë.
shkunota kur do me shku te mjeku a diçka, du të me thirr ose këto, ose mu, ose çikën e dojës. Për me arë më kujdes për nonën. Edhe për me pastru. Për me pastru, për mi dha me hangër, me pi, du të mja dha me zërë, vetë kësë mune. Ja, kështu ilaqet, vetarë që veç pishohëm këtu terapitë dhe këtu gjana që i kemi këtu, pa dyshim se këtu ka çdo muaj apo çdo ditë që ka me pi ilaqe. Për ditë ka me pi, për ditë. Dhe sa janë të kushtueshme dhe sa janë të përballueshme për juve si familje, domethënë që ai do më herë që mundet mos me pas mundësi me edhe mos me pas, i ka kërku dhe për anë tjerëve, për shembull ja ka blit qika, i ka blit unë, i ka blit tjetër, kush ka pas? Se pampersat, goxha i shkën goxha shumë, 25 euro një komplet, edhe duhet po i njëjti mos që don kjo. Plus dhe ilaqe sa i shkën. Plus me vës për ta që ke mjekt, terapia tjera të nxirin, edhe problem me që dhe ke mjekt. Me zërështin kërë se zdën, ashtë i ka vaktin edhe me shku me lajmëru për penzion, po du të me abo qysht munëm për me qu. Po do të me pagu ta, edhe ka njerë po do të, ose këta migjës me i thirë, ose me morë na i taksi, edhe që na, po na lirojnë, edhe ma lirë, se pe din edhe kusht, edhe në gjendjen e nonës, edhe tani pe elon ma lirë për me qu e me këthy. Edhe kur mundu edhe me penzion sajna ma shumë me qu e me këthyja. E kështu a merë pishteri diçka si penzion invalidor apo diçka? Jo. Veç invalidin 150 euro, penzin dhe më thonë. Penzion kështu. Fjole me një muqita, për një shpit po, sa ta ketë jetën për me jetu, mos me pas lakshtin. Edhe dhe mos më bo në për spitale. Se është... Nuk mund është mja dojë. Dikën shumë a keq. Edhe sidomos fëmija se janë pak vegjël. Sa vjetë janë fëmija vogël? Nëri 10 me 9. 10 me 9. 10 vjetë me 9 vjetë. Edhe kjo që është 10 me operacion, i ka 3-4 herë në për sola të operimit, reja, po dihet. Janë gati 50% me thonë që janë më shumë të smushëm. Komplet, familje. Burri me gru edhe nonë. Se fëmija ta shënë të rritë, po të rrinë lakshtin edhe ta bojnë për spitale. Qështë.